Përshëndetje të dashur, emri im është Mimoza Thaçi dhe unë jam trajnere e zhvillimit personal dhe shumica e njerëzve më quajnë mentorja e mrekullive, sepse unë vërtet krijoj mrekulli për ju. Nga se jeta ime ka qenë gjithë mrekulli. Por ato mrekulli unë tani i shoh. Më herët nuk i kam parë, sepse sytë e mi kanë qenë të mjegulluar. Shikimi im ka qenë deri tek hunda ime. Dhe unë kam parë vetëm atë që ka folur egoja ime. Ndërsa sot ne jemi në një vend krejtësisht tjetër. Duke studiuar dhe duke mësuar dhe duke ndryshuar çdo ditë në çdo mënyrë. Duke kërkuar zgjedhje për shumë sfida me të cilat përballesha çdo ditë. Duke gjetur thesaret më të bukura të botës, të njerëzve dhe mendjeve më të shquara që jetojnë sot dhe që kanë jetuar më herët. Duke mbledh këto thesare dhe duke i vendosur të gjitha në një vend. Në një vend i cili është një vend i shenjtë për mua dhe për shumicën e atyre që janë pjesë e I Empower. I Empower është akademia e suksesit tuaj. Akademia e zhvillimit tuaj. Akademia e rritjes suaj. Dhe ajo për të cilën unë dua të flas sot me ju është pikërisht kjo. Nga zemra ime tek zemra juaj. Nga shpirti im tek shpirti juaj. Nga drita ime tek drita juaj. Tani po përçoj një energji e cila po zhdukat mjegull të shikimit, e cila fillon të shikoj dritën, e cila është brenda shpirtit tënd. Kam krijuar një dhuratë jashtëzakonisht të fuqishme për të gjithë ju, ndjekësit e mi të dashur, shpirtrat e mi të bukur, dritat e mia që ndriçoni gjithkund. Dhe unë dua t'ju shpërblej për përkrajën tuaj morale, energjetike, fuqidhënëse, për falënderimet e juaja, për mirënjohjen tuaj në vazhdimsi. Dua t'ju shpërblej me një trajnim 1 vjeçar. Ky trajnim 1 vjeçar është një trajnim transformues. Ka 2 lloje të trajnimeve. Është trajnimi mrekulli vazhdimisht, ku unë ju sqaroj të cilat janë ato ligjet ose parimet e mrekullive, që të krijojmë mrekulli. Sepse jeta vërtet është mrekulli, por ne nuk i shohim ato. Dhe pjesa tjetër e trajnimit tjetër është më e fortë se kur. Më e fortë se kur e krijova për një arsye. Sepse kam patur raste që kam patur në mentorim gati të çdo ditë shoh disa persona, të cilët një ditë bëheshin mirë, 10 ditë keq. Një ditë u rregulloheshin, 10 ditë të tjera ishin në humner, në errësirë. Errësira, mendimet negative, energjia negative nuk i lejonte që të ndryshojë. Edhe i gjeta arsyet për këtë. Gjeta shkakun rrënjësor të kësaj. Dhe krijova trajnimin më e fortë se kur. Sepse aty në mënyrë shkencore, nga studimet të njerëzve më të ndritur thash, të psikologëve më të ndritur, të njerëzve të përndritur nga mësimet e tyre. Gjeta disa mënyra me të cilat do të punojmë me ju gjatë këtij viti
që ti largojmë ato shkaqe rrënjësore. Shkojmë drejt për drejt tek sfida me cilën përballeni dhe që nuk ju lejon ta shikoni dritën tuaj dhe dritën e njerëzve të tjerë. Dhe që vazhdimisht gjeni arsye për të ndjerë keq, edhe për të ndjerë viktima. Pra, një çrënjosje nga ky mentalitet në një mentalitet të një gruaje të fortë. Sepse të dashurat e mia, të dashurit e mi, jeta nuk është pa sfida. Përderisa jemi në planetin Tokë, kjo do të thotë se ne jemi veç më të fortë se kur. Ju ftoj pra në këtë trajnim, tek i cili ju fitoni shumë bonuse, të trajnimeve të cilat kanë ndodhur më herët na Empower, siç është trajnimi largoni plagët emocionale. Një trajnim i jashtëzakonshëm për vetimazhin, për vetë reflektimin, për vetë besimin, për kthimin tek shkaqet kryesore në jetën tuaj që ju keni humbur besimin. Dhe nuk ju pëlqen vetja, nuk doni t'jeni gjithmonë diku pas, askush mos ju shoh. Sikur fshiheni nga njerëzit për shkak të vetimazhit i cili duhet rregulluar. Këtë trajnim pra e keni bonus, e keni falas në paketën 1. Keni edhe trajnime tjera të cilat mund t'i shfletoni në linkun poshtë kësaj video. Dhe gjitha kjo, çdo gjë që përmenda deri tani dhe shumë të tjera, do t'i merrni për një çmim shumë të kapshëm për secilin nga ju, dhe i cili është vetëm 50 euro për një vit. Kjo pra është dhurata ime për ju. Na shkruani dhe bëhuni pjesë e një grupe të dritës së vërtet. Edhe vetisohuni sepse keni një inteligjencë të jashtëzakonshme. Dhe mos lejoni që dikush të ofendoj inteligjencën tuaj, duke ju treguar broçkulla dhe duke ju mësuar për hijen dhe jo për dritën. Unë ju dua dhe ju mirëpres në anën tjetër.